e 5 deri në dhjetor, kur u majtën zgjedhjet e fundit. Cili ishte qëllimi? Mandati ishte i qartë, lëvizjave vendosje i fitoi mbi 42%. Populli tha kryeministër duhet me qenë Albin Kurti dhe faktikisht u pamundsu. Kjo, prej shkurtit të vitit 2025 deri në dhjetor, kur kjo krizë, kjo blokad e grupeve parlamentare, opozitare na çoi në zgjedhje si modus i daljes nga kjo krizë. Sepse shteti këtë mekanizëm i ka. Ai parasheh edhe mekanizma të daljes nga kriza. Ose kime qeni suksesshëm në zgjedhjet në institucioneve, ose ato pastaj në këtë rast parlamenti shpërbëhet edhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Dhe kriza e tretë është kriza të cilën po e kalojmë tash. Kjo është bashkimi i subjekteve parlamentare këtu opozitare për me e shfrytzu çështjen e presidentit që përmes pamundësimit të kvorumit të çojnë në zgjedhje. E cila është shpresa e tyre? Shpresa e tyre është që përmes kësaj, përmes shfrytëzimit të institucionit tjetër, të një institucioni tjetër në këtë rast, që është presidenti, që nuk ka lidhje me qeverinë, me mujtë mërzu qeverinë. Kjo nëse dojmë me citu Machiavellin, i bjen me shku shumë larg. I bjen me shku shumë larg në betejën politike, me shfrytëzu edhe një pozitë shumë të nderuar, siç është pozita jonë më e lartë, që e parasheh kushtetuta për me rrezu pozicionin e qeverisë edhe të kryeministrit.